Vëllezër, unë dëshmoj që kam 30 vite që njoh kishën. Zoti në atë kohë unë isha 14 vjeçë dhe Zoti i foli babait tim dhe më tha, kur të vi dita, ti do jesh ballë për ballë me mua. Nënës time i tha që do kesh një pushim permanent dhe mua më tha që ti do jesh koka e familjes. Në atë kohë, Zoti lejoi që babai im të shkonte para pranisë së tij dhe për shkak të një aksidenti nëna ime mbeti e paralizuar. Në atë kohë, motra ime ishte vetëm 7 vjeçë, ndërsa unë kisha 17 dhe realisht më desh që t'isha në krye të familjes. Zoti babait tim tha mos u shqetëso për to se do t'i bekoj në vëndër madhështore dhe kështu u përmbush vëllezër. Në atë kohë unë i kisha premtuar prindërve të mi që do shisje të gjithë gjërat dhe me ato që fituam derisa unë u shkollova, Zoti na lejoi që të ecnim përpara me këtë shumë parash. Më pas unë erdha në Bogota që të punoja si pastruese në shtëpi dhe ishte vllai Dario. Dhe unë i tregova që nëse unë nuk çoj bukë në shtëpi nuk ka bukë, nëse unë nuk punoj nuk arrim të paguajmë dot asgjë. Dhe vllai Dario Falcon qau, më vendosi duar dhe tha Zot bekoja. Vëllezër, ishte aq i madh bekimi dhe mëshira e Zotit dhe Zoti premtoi atë që kishte përmbushur. Një ditë më tha që unë dua të punosh për mua dhe unë atë kohë nuk kuptoja asgjë. Dhe në atë punë unë hyra për 15 ditë dhe zgjata 21 vite në atë punë për hir të bekimit dhe të mëshirës së Zotit. Shumë erdhën më pas dhe donin të më largonin, por Zoti më thoshte unë të kam vendosur aty dhe do jesh ti që do heqësh dorë nga ajo punë. Më pas Zoti më dha një mundësi tjetër puna dhe unë hoqa dorë dhe ngela pa punë një periudhë sepse në atë punën e re, Zoti më vendosi disa prova, shefi më kthye kundër meje dhe unë nuk thash asgjë, sepse kjo do të për shkak të komenteve dhe Zoti më tha, sado që të kanë poshtruar dhe ti ke qenë heshtur, unë do të ngrë akoma më shumë lart. Dhe dola nga ajo punë. Zgjata 1 vit e gjysmë pa punë, por Zoti gjithmonë duke më mbështetur. Kur vllai Dario harrova diçka nga dëshmia vëllezër. Vllai Dario në një periudhë erdhi prapë në kishën e Guitamës dhe më tha motër, çfarë po studion? Unë i thash drejtësi dhe ai më ra me dorë dhe më tha gjykatësia e re e Republikës së Kolumbisë. Thonë asnjëherë në zemrën time nuk kam menduar diçka të tillë dhe efektivisht vëllezër. Shefi që unë kisha, ai e kuptoi që i kuptoi të gjitha gënjeshtrat dhe komentet që ishin rreth meje për hir të zilis. Dhe ai pas 1 viti më thirri dhe më tha do t'i jap një detyrë dhe unë thash jo. Sepse kjo ishte në një departament tjetër që ishte në Vallen e Caucas dhe unë i tha çfarë detyre është? Tha gjyqtare e gjykatës së atyshme dhe unë kujtova për premtimin e Zotit të parë 17 vitesh me vllain Dario dhe unë pranova vëllezër. Dhe vetëm vllai Carlos Alberto të ditë ishte në kishë të Sachikan dhe unë i tregova dhe i thash isha shumë e friksuar dhe thash edhe sikur të ndodh vetëm për 1 ditë, u përmbush fjala e Zotit dhe aty unë ndenja 2 vjet për dera lavdi të Zotit ton dhe dëshmoj këtë. Unë dëshmoj për t'i dhënë lavdin atij tim qellor. Zoti në profeci më thoshte se do të kisha probleme me shëndetin, por që të mos shqetësohesha, pasi do t'ishte ai që do të vendoste zgjuarsinë dhe inteligjencën për të ditur se si të kaloj atë sprovë. Dhe kështu më diagnostikuan me 5 sëmundje degenerative të kockave. Dhe për mjekësin ishte habitshme pasi thoshni se kisha osteoporoz, artroz, osteopeni, artrit dhe fibromyalgji. Dhe
sa herë që shkoja te mjeku, më komunikonin një sëmundje tjetër. Edhe unë i kërkoja Perëndis forcën dhe diturinë për të kuptuar se ku isha duke dështuar dhe çfarë po e dobësonte besimin tim në të. Apo se ku ndoshta po dyshoja. Dhe kështu Perëndia lejoi që unë të bëja një ndërhyrje kirurgjikale, të nyjes në kockën e legenit, dhe si pasojë kjo ndërhyrje më la me një diferencë në gjatësi midis këmbëve, 10 cm, në anën e këmbës së majt. Pra një anë mbeti më lart se tjetra. Në momentin që zbrez nga krevati pas ndërhyrjes së fundit, i them Perëndis: Zot, ti më ke premtuar se unë do të eci, sepse në momentin që erdha në kishën tënde, ti më premtove se do të më mësoje të ecja. Duhet të pranoj se kur mora të profeci, aso kohë më bëri për të qeshur, sepse unë isha një grua shumë kryelartë dhe e vështrova motrën që më dha profeci dhe i thash: po si kështu? Pasi unë eci shumë mirë dhe si është kjo që Zoti do më mësoj të ec? Nuk mund ta besoj, sepse në atë kohë unë nuk e besova profecin. Dhe kështu Perëndia më tregoi madhështinë e tij. Sot e kësaj dite unë i kam këmbët e mia të dyja të drejta, pa asnjë diferencë midis tyre. Dhe në një mësim të vllait Carlos Alberto në Zvicër, unë shkova në kish me një bastun. Dhe më kujtohet se atë ditë vllai hyri, dha predikimin dhe tha se sot nuk do të mund të takonte asnjë. Por unë atë ditë vajta në Gjenevë dhe kisha shumë dhimbje në trup. Dhe nuk mundesha më me dhimbje që kisha dhe i them: vëlla, të më falni, ju tha se nuk mund të takoni askënd, por unë kam këtë dhimbje në trup dhe e di që kjo ka ndodhur për shkak të mosbindjes time, fakti që unë gjendem në këtë situatë. Çfarë të bëj, vëlla? Besoni në Zot, më tha. Ju besoni në Zot? Po, vëlla. Dhe që nga ai moment Zoti veproi në mua dhe ditën tjetër në kultin e adhurimit unë ndjeva prezencën e Perëndis dhe se si diçka e mbi natyrshme ndodhi dhe aty kuptova se nëpërmjet dhimbjes, në gjendjen që isha, gjëja e parë që duhet të bëja ishte të vija në kish dhe të jepja nderin dhe lavdim Perëndis. Unë ndjeva se si Zoti tërhoqi këmbët e mia dhe i drejtoi në atë moment. Dhe që prej atij momenti unë fillova të jem dhe më e qëndrueshme në mënyrën se si ecja. Dëshmoj për t'i dhënë nderin Atit tim qellor.